nga Leonard Koja në windowradio.de. Mirë mbrëma miq dhe përshëndetje dhe mirë se u ritakuam sërish në puntatën Horizont. Ju falenderoj të gjithë dhe për vëmendjen tuaj dhe për mbështetjen tuaj dhe shpresoj që jeni pranë valës Window Radio, ku ne së bashku do kemi emisionin e radhës Horizont, ku do përpiqemi me të ftuarin me të cilin ju edhe jeni lajmëruar sipas njoftimit se kush është i ftuar, dhe është një i ftuar që vazhdimisht më keni shkruar edhe në privat për të patur një bashkëbisedim me ne. Të gjithë do ju kërkoja, të gjithë ata që nuk e kanë bezi, të shpërndajnë edhe live-in në Facebook për të patur sa më shumë ndjekës dhe sa më shumë bashkë dëgjues, themi, apo bashkëpunëtor, sepse ne jemi bashkë me ju dhe ju me ne, me fjalën së bashku jemi ata që mbajmë dhe ndërtojmë Window Radio. Dhe nëse mundin e shpërndani në për grupe ku ju jeni të antarësuar, si dhe në faqet tuaja të Facebookut. Për të gjithë dëgjuesit, por sidomos për ata dëgjuesit të rinj, unë do shpjegoj se ku mund të na ndiqni radion Window Radio, pra live. Mund të ndiqni përmes website-it zyrtar windowradio.de, ku këtu ju mund të ndiqni emisionin tani live, por edhe muzikën 24/7. Po ashtu në këtë website janë edhe lajmet dhe informacionet e fundit që ju mund të informoheni nga fushat më të ndryshme. Po ashtu Window Radio ju mund të ndiqni përmes platformave më të mëdha globale, siç është Radio Box, si dhe TuneIn, po ashtu dhe në platformën Radio Shqip, ku janë të gjitha radiot shqiptare për diasporën. Pra, mjafton të shkarkoni dikën nga këto aplikacione ose të hyni në këto aplikacione dhe të kërkoni Window Radio, ne jemi aty. Po ashtu mund të kërkoni dhe në Google Search windowradio.de dhe aty është emisioni live dhe të gjitha informacionet tona. Po ashtu është edhe faqja zyrtare e Facebookut windowradio.de, si dhe për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin e plot sonde, nesër në orën 13 me orën evropiane është ritransmetimi i emisionit Window Radio. Po ashtu nesër emisioni i sondëm është në faqen zyrtare të YouTube-it Horizont Window Radio hapësirë. Aty mund të ndiqni ose mund të gjeni emisionin e sondëm, po ashtu dhe të gjithë emisionet e kaluara që ne kemi patur, pra që ju të keni, si thosh, të vinë njoftimet e emisioneve tona, apo programacioni jon, mjafton që të bëni subscribe në YouTube dhe ju vinë të gjitha njoftimet tona. Kështu që po ashtu për të gjithë ata që kanë pajisje me program Android, mund të shkarkojnë në Window Radio dhe në ndiqni qoftë në emisione live, apo qoftë edhe muzikën e përzgjedhur nga DJ Ion, DJ Bledi, i cili është ai që ndërton komplet lidhjen teknike emisionin, po ashtu edhe përzgjedhjen muzikore, të cilin e përshëndes edhe unë për punën që ai bën. Unë nuk du të zgjatëm shumë, pra unë sonde kam një të ftuar me të vërtet që është i veçantë, është i ftuar i veçantë ku të gjithë flasin për të gjithë duket se kanë frikë, dhe ky është pothuajse kundra të gjithëve, pra flas të gjithëve të atyre kupolave politike që ne kemi atje në Shqipërinë tonë, por mbetet unik në sjelljen e vet politike dhe ngelet gjithnjë i patjetërsuar në mendimet e tij apo në analizat e tij, sepse ne nuk e njohim thjesht si politikan, por zoti Alin Qorri, pra që është sonde i ftuar, është një aktivist i hershëm ku vazhdimisht është përpjek të mbroj dhe të kërkoj të drejtat dhe të jetë gjithmonë pranë njerëzve, si thuaç, në nevojë, moshat e treta, personat me aftësi të kufizuar, qoftë tek minatorët, pra kudo ku ka patur probleme sociale, gjithmonë ka qenë Alin Qorri. Kështu që ai ka qenë kudo dhe edhe sonde
për dëshirën time si moderator, po ashtu edhe për dëshirën e kërkesave që ju keni paraqit tek unë që të jetë i ftuar, kryelli sonde nuk ka portuar të jetë në bashkëbisedë me ne. Zoti Alin, mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma Leonard, dhe të falenderoj shumë për prezantimin edhe për shkrimin bujar. Jo, unë nuk përpoqja të them atë që di dhe atë që ndjej dhe aq sa kam patur mundësi t'ju ndjek, sepse me të vërtetë jeni ndryshe në sjelljen tuaj, paktën aq histori sa unë njoh nga ju apo sa unë kam patur mundësi t'ju ndjek. Falenderoj vërtet. Alin, më fal që them kështu Alin, më fal në mënyrë miqësore, sepse ti e ke parasysh shumë mirë bën, është mënyra e dur. Qofse televizionet kanë atë pjesën vizive, kanë atë tjerët, por radio ka edhe atë pjesën emocionit të zërit dhe duhet ta bëjmë sa më miqësor dhe bisedën. Tani doja të bëj një pyetje pak më drejt për drejt. Sot ka patur protestë në Tiranë. Dhe Lëvizja Bashk ishte në protestë dhe pra kush është qëndrimi juaj i protestës të Lapaj? Lëvizja Bashk ka thirrur protestë ditën e hënë në orën 17:30. Ne mblidhemi për herë të tretë përpara Kuvendit të Shqipërisë dhe jo më kot mblidhemi para Kuvendit të Shqipërisë sepse çështja më e rëndësishme sot janë aktet korruptive të qeveritarëve, të Belinda Ballukut, të Edi Ramës. Ndaj ditën e hënë kur parlamenti pas një muaji pushimesh do të ketë seancë plenare, Lëvizja Bashk ka thirrur qytetarët që të protestojmë tek parlamenti, të kërkojmë heqjen e imunitetit Belinda Ballukut, siç e ka kërkuar Prokuroria Speciale Spaku, të kërkojmë shkarkimin e Edi Ramës nga Kuvendi i Shqipërisë, si një kryeminist i komprometuar dhe i korruptuar, si dhe marrjen e një varg masash tjera social-ekonomike, siç janë miratimi i minimumit jetik si bazë rritjes pensioneve, miratimi i statusit minatori dhe të tjera politika të duhura shoqërore. Sigurisht që në Shqipëri çdo parti ka të drejtën të thras protestat e veta, kudo që dëshiron, kështu që qofse partitë e tjera thrasin protesta, është e drejtë e tyre, edhe mua as më shqetëson, as më inkurajon për ndonjë gjë kjo. Jo, unë kuptoj qëndrimin tuaj, por si ka mundësi që me fjalë ju jeni të gjithë opozit, të gjithë kundra Ramës, por jo të gjithë bëheni bashkë për të luftuar Ramën, pra por secili në mënyrë të vet apo në mënyrë të ndarë, dhe kush është ajo që e ndan më së tepërmi Alin Qorin nga pjesa tjetër e opozitës? Është kopola e këtyre partive apo programet e këtyre partive, nëse kanë programe? Po mirë e thatë, nëse kanë programe, sepse partitë e tjera përveç Lëvizjes Bashk në Shqipëri nuk shquhen për hartime programesh, kur vinë zgjedhjet, shpalosin ndonjë fletush me 2-3 faqe dhe quhen program, ndërkohë që në zgjedhjet e fundit kemi hyrë me një program 177 faqesh, me një analizë të thellë të problemeve kryesore të Shqipërisë dhe sigurisht me parashtrimin e zgjidhjeve që ne mendojmë për këto probleme. Dallimi, madje hendeku ynë me partitë e tjera në Shqipëri dhe me gjitha partitë e tjera në Shqipëri në radh parë është një hendek moral. Dhe Lëvizja Bashk në këndvështrimin tim është një parti që kërkon një rigjenerim moral të Shqipërisë, një, po themi, reformim të thellë të institucioneve publike të përshkruara tejëndan nga logjika e korrupsionit dhe shërbimit ndaj oligarkisë. Fatkeqësisht çdo parti tjetër në Shqipëri, për mendimin tim, është ose komprometuar funde krye me oligarkin, ose e friksuar funde krye nga oligarkia, për pasojë nuk guxon ta vër gishtin në plag, edhe ta thot vërtet në plot. Për Lëvizjen Bashk, e keqja në Shqipëri është një sistem që sigurisht në anën ekzekutive ka Edi Ramën si përfaqësues kryesor, në anën ekonomike ka oligarkinë ekonomike, si po themi, faktori kryesor destruktiv, dhe ka pikpamja e sistemit politik në tërësi ka një aleancë të heshtur edhe të vazhdueshme midis faktorëve kryesor politik Shqipëri, që janë Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Ju thot pak më herët që e gjithë opozita shqiptare është kundër Edi Ramës, po mua më duhet ta vëm diskutim këtë pohim tuaj.
sepse çdo parti tjetër përveç Lëvizjes Bashk praktikisht sot që po flasim, po kërkon bashkë qeverisje me Ramën. Lëvizja Bashk kërkon që përmes protestave popullore të arrëzojë qeverinë dhe ne menjëherë të shkojmë në zgjedhjet parakoshme, ndërkohë që partitë e tjera, nga Partia Demokratike e Sali Berishës, se të gjitha këto që mund të quajmë aleate të saj, formale ose informale, kërkojnë praktikisht atë që ata e quajnë qeveri teknike, që në kushtet e Shqipërisë nuk është gjë tjetër vetë se bashkëqeverisje, pra një qeveri e përbashkët e përfaqësuesve të Edi Ramës dhe Sali Berishës, dhe një qeveri e cila do të ishte shumë e rrezikshme, duke marrë në konsiderat faktin që Rama dhe Berisha kanë një interes shumë të fortë sot përbashkët, që është ai i shkatrimit të reformës në drejtësi, i shpërbërjes institucioneve të reja të drejtësisë, si SPAK-u dhe GKK-ja. Kështu që në këtë sens, mua më duket sikur protestat e subjekteve tjera, sado që atyre u takon me ligje drejta të organizojnë çfarë lloj proteste duan, nuk janë, po themi, protesta të vërteta, nuk nisen nga qëllime të mira, por janë thjesht mënyra për të, siguruar pak vëmendje, edhe për të mbijetuar në skenën politike. Ju thoni që në zgjedhjet parakoshme këtë tjerë kërkojnë qeveri teknike. Por si duhet të shkohet në zgjedhjet parakoshme? A drejt pra Rama kryeministër dhe që të organizohen këto zgjedhjet e parakoshme, pra nuk është e drejtë që të ketë një qeveri tranzistore, teknike, çfarë duhet të vëmë emrin? Ne mund të kërkojmë edhe një qeveri ëngjësh. Kërkesa juaj me të kërkesën që kanë ata të tjerët? Ja të shpjegoj dallimin. Ne mund të kërkojmë edhe një qeveri ëngjësh, mund të kërkojmë që të zbresin nga qielli kryeministra dhe ministra ëngjëllor, mirë po keni parasysh diçka që çfarëdo lloj qeverie që do të vendosen në Republikën e Shqipërisë do duhet të votohet nga parlamenti. Më kuptoni? Pra parlamenti që sot përbëhet nga 83 deputet të Partisë Socialiste dhe 50 deputet të Partisë Demokratike, do të vendos për çfarëdo lloj qeverie të ardhshme, nëse nuk ka zgjedhjet parakoshme. Kur 133 deputet i kanë së bashku Edi Rama dhe Sali Berisha, unë nuk mendoj që ajo do të jetë qeveri ëngjësh, unë mendoj që ato do të jetë qeveri djajsh, është qeveri ujqish, edhe tu avarësh ujqve në qaf, mëlqit, e të presësh që ata mos i hanë ato, është iluzive. Nga ana tjetër, nuk do të harruar edhe kjo gjë, që kërkesa për zgjedhjet parakoshme, sigurisht i rezultati protestave popullore, do të dobësonte jashtëzakonisht shumë Edi Ramën. Një kryeministër i rrëzuar mund të ishte formalisht në pushtet, ndërkohë që bëheshin zgjedhjet, po do i ngjante atij boksierit i cili është rrëzuar një herë. Pra ka marrë goditje aq të fortë sa që ka rënë knockdown, e nëse tenton të ngrihet në këmbë, goditja e dytë do ta nxjerrë fare knockout. Ata që e ndjekin boksin, besojmë kuptojnë shumë drejt konceptet që po përdor. E në këtë sens, ajo që dua të them është që sot është momenti ku qeveria është më e dobët se kur, ku legitimiteti i kësaj qeverie ka rënë ndjeshëm, madje mos harroni diçka, edhe në një sondazh që është botuar së fundmi nga një sondazhist shumë i afërt me Edi Ramën, duket që rezultati i Partisë Socialiste, po të bëheshin zgjedhjet sot, do të ishte mjaft më i ulët se sa i 2025-s. Pra sot është momenti për t'i dhënë goditje kësaj qeverie, është momenti për ta rrëzuar me protesta dhe pastaj me zgjedhje, sepse un kam besim që nëse zgjedhjet do organizoheshin nesër, Partia Socialiste nuk do të kishte shumicën për të qeverisur. Për këtë jam i bindur. Nga ana tjetër, unë shpresoj që edhe për shkak të aktivitetit të Lëvizjes Bashk, të forcës tonë, protestave, të ndërgjegjësimit të qytetarëve, unë kam shpresën që në kuvendin e ardhshëm të Shqipërisë, numri i deputetëve të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike të marrë së bashku nuk do të arrinin dot pragun kushtetues, do të thotë atë numër deputetësh që duhet për ndryshuar kushtetutën dhe për të shkatëruar reformën drejtësi. Sot, nëse ju keni pas mundësi të ndiqni për shembull dje fjalimin e Edi Ramës, ka mbajtur një fjalim rreth një ore ca përpara deputetëve të Partisë Socialiste. Lejtmotivi i fjalimit Ramës kanë qenë reformat kushtetuese. Mirë, Rama sot që flasim nuk ka numër të mjaftueshëm deputetësh për të bërë reforma kushtetuese. Që të Rama të bëjë reforma kushtetuese, duke nisur nga shkatrimi i reformës në drejtësi, do duhet të kishte votat e një numri deputetësh caktuar, një numër deputetësh që sot i siguron vetëm, mund t'i siguroj vetëm Sali Berisha dhe
Partia Demokratike. Deputeti duhet, se 86 i ka, duke përfshirë edhe votat e socialdemokratës, të mdoshit që njifet shumë. Po, ata deputet mund t'ja siguroj vetëm Sali Berisha, faktorët e tjerë parlamentar nuk kanë një numër të mjaftueshëm votash, edhe po ta shqisnin veten, siç mund të bëjë shumë parti në Shqipëri, por jo Lëvizja Bashk, nuk mund t'ja siguronin dot Ramës shumicën kushtetuese. Tani Rama vendosi qëllim ndryshimin e kushtetutës. Dhe Berisha është aty që kërkon qeveri teknike, do të thotë bashkëqeverisje me Ramën. Më duket shumë i thjeshtë përfundimi që këta dy personazhe që mishrojnë të keqen politike dhe historike të Shqipërisë janë duke shkruar nenet e ujdis midis tyre. Dhe më duket pastaj një lloj naiviteti politik në rastin më të mirë, po ndryshoj edhe për më keq. Po një lloj naiviteti politik që faktorët tjerë politik në Shqipëri thonë s'ka gjë, thot bashkëqeverisin janë 1 vit a 2 vjet Edi Rama me Sali Berishën e pastaj të shohim të futemi në zgjedhje. Sot Edi Rama është më i dobët se kur dhe sot duhet goditur. Sot duhet goditur pa pasur ai mundësinë që të ndryshojë reformën drejtësi apo tjera ligje të rëndësishme. Shiko, logjika juaj është shumë e pastër, shumë e drejtë. Por problemi është se ngelet thjesht si thosh në logjik, në zhargon fjalësh. Dhe ne po shohim që nuk ka një reagim qytetar, nuk po reagon populli, nuk ka protesta popullore sikur thoni ju, dhe çfarë po ndodh? Arlind, kush vlerësoi pra Edi Ramën tash? Nëse Berisha janë bashkë me Ramën, nëse Lapa i bashkë me Ramën, nëse Sheja i bashkë me Ramën, vetëm ju vetëm çfarë do bëni? Edi Rama do të rrëzoj populli shqiptar, pa diskutim. Edi Rama nuk do të rrëzoj një parti. Një parti mund të fitojë zgjedhjet, pasi si do të jenë imponuar koncepti zgjedhjeve të parakohshme. Edi Rama do ta rrëzoj bashkimi një numri të mjaftueshëm të madh qytetarësh. Dhe unë dua t'ju vëm duke faktin se Lëvizja Bashk deri më sot ka organizuar 2 protesta të suksesshme të Kuvendit të Shqipërisë. Ne kemi besim që protesta e të hënës do të jetë akoma dhe më e madhe. Mirë, ne kemi një dizavantazh në raport me çdo faktor tjetër politik në Shqipëri. Jemi pothuajse të zhdukur nga të gjitha mediat tradicionale, kryesisht televizionet. Lajmin e protestave të Lëvizjes Bashk nuk do ta gjeni pothuajse askund transmetuar, për sa i përket televizioneve, dhe protestat e Lëvizjes Bashk nuk i transmeton pothuajse asnjë televizion. Dhe kjo tregon fakt edhe potencialin tonë edhe sa frikë na kanë faktorët korruptues dhe korruptiv në Shqipëri, që thot pushteti politik dhe oligarkia ekonomike. Fakti që mediat e oligarkëve, flas për televizionet, censurojnë haptazi Lëvizjen Bashk, tregon për potencialin tonë. Nga ana tjetër mendoj që populli shqiptar ka nevojë që të dalë masivisht në protestë. Ka nevojë që të ketë besim. Të ketë besim që ata që e thrasin nuk janë dallavergjinjtë e radhës. Nuk janë ata që ankohen pse vjedh dikush në vendin tim, por janë njerëz të cilët kanë ideale, kanë dëshmëri, kanë ide të duhura për ta transformuar siç duhet Shqipërinë. Në këtë sens, unë kam besim se Lëvizja Bashk në javët, muajt e ardhshëm do të jetë ky faktor katalizator, ta quajmë kështu, të përpjekjes edhe të mobilizimit të shoqërisë. Shiko, të shpresoj, por dua të të bëj një pyetje ndoshta pak më ndryshe. A mendon që padrejtësia në Shqipëri është kthyer në normalitet, duke patur parasysh skandalet harrojnë më shpejt se sa vetë dëmët që ato krijojnë? Konstatimi juaj është interesant. Ka 2 mënyra të interpretimit të situatës. Njëra është kjo që thatë ju që kur korrupsioni për shembull vazhdon prej kohësh, dal nga dal ai normalizohet, domethënë normalizohet për ata që kryejnë korrupsionin. Edhe kjo tregon edhe pafytyrësinë e tyre, kuptimi që vjedhin shumë dhe vjedhin edhe pa u kujdesur për të mbuluar gjurmët. Po të vini re për shembull komunikimet e Belinda Ballukut me drejtorët e vet, duket që Belinda Balluku as e ka menduar që do vinte dita që dikush do të kërkonte llogari. Pra ishte aq e sigurt në ato që bënte, saqë komentonte poshtë e lartë për tendera e për prokurime, si ti ishte duke jetuar në një shtet ku gjithçka është në kontrollin e atyre që vjedhin. Po ashtu mundet që i pjesë e shoqërisë për një farë kohe, duke mos parë rrugdalje, të mendoj që tani hajte korrupsioni është diçka e keqe por normale. Gjithsesi ne si popull kemi edhe një
këndvështrim tjetër që është më interesant, sipas cilit zullumi këputet kur trashet. E zullumi mendoj unë është trashur mjaftueshëm, sidomos muajt e fundit, dhe unë shoh në rrugët e qyteteve të Shqipërisë një ndinjat të madhe shoqërore. Pra kur nuk ka qenë më pak i pranueshëm se sot qeveria dhe sistemi vjetër politik në tërësi. Për mua këto janë shenjat e diçka që po lëviz. Sigurisht detyra një partie politike është që të përshpejtojë këto procese, aty ku është potencial të prodhoj vepër, fakt, akt. Kush është qëndrimi juaj ndaj SPAK? Me qenë se jemi të kjo, tek drejtësia, tek pa drejtësia, SPAK-u po me ka qëndrimi juaj po bën mjaftueshëm, SPAK-u po kërkon të pastrojë politikën, apo jemi kthyer siç thuhet shpesh në një republikë prokurorësh apo të SPAK-ut? Pra, kush është një qëndrim i lëvizjes bashkë? Unë e vlerësoj punën e SPAK-ut, që e cila është nga pikpamjet cilësore luftës kundër korrupsionit, ka rritje të vazhdueshme. Nga ana tjetër nuk mendoj që as mendoj që po ndodh, as mendoj që duhet ndodh, që roli i institucioneve të drejtësisë është të përcaktojnë fatet politike. Institucionet e drejtësisë duhet bëjnë punën e tyre dhe fatmirësisht po bëjnë punën e tyre. Indiferente duhet të jenë indiferente tërësisht nga pasojat politike të veprimeve të tyre. Sepse nëse i prokuror duhet filloj të mendoj tani çfarë pasojat politike ka hetimi im, ai është duke ceduar në punën e vet si prokuror. Prandaj drejtësia duhet të jetë e verbër, siç është edhe simboli i drejtësisë, dhe të mos shoh asnjëri se kush është, dhe çdo kënd politikan, oligark qoftë, duhet ta vendos përpara përgjegjësisë për aktet e veta të paligjshme. Me këtë kuptim, unë e përgëzoj SPAK-un për punën e bërë deri tani, për hetimin dhe akuzat nga një pjesë e të rëndësishme të politikanëve. Gjithsesi, qëndrimi i lëvizjes bashkë ndaj institucioneve të drejtësisë është që sigurisht ti vlerësojnë punën e tyre, të luftojnë që asnjë faktor politik i Shqipërisë të mos pengojë punën e tyre. Jo nga ana tjetër, unë edhe si qytetar pres më shumë nga SPAK-u. Do të thënë, pres që në të ardhmen e afërt ne të kemi hetim dhe akuzë dhe prej Tiranës. Sepse unë jam i sigurt që ka prova për Ramën, ka dëshmi të mundshme që tregojnë akt ku Edi Rama është i përfshirë, e në këtë kuptim SPAK-u nuk duhet amnistojë askënd, po duhet hetoj me seriozitet, me guxim për këto i cili është i përfshirë në akte korruptive. Dhe po ashtu unë pres nga SPAK-u, gjë që s'ka ndodhur mirëfilli deri tani, që me akuzat për korrupsion të përballen edhe korruptuesit, jo vetëm korruptuarit, që janë politikanët, po edhe korruptuesit, që zakonisht janë oligarkët ekonomik. Pra, mos harroni diçka. Në një aferë korruptive ka dy palë. Njëri është zyrtari publik, i cili është i korruptuari, dhe tjetri është oligarku ekonomik, zakonisht një sipërmarrës i madh ndërtimi në Shqipëri, apo pronari mediash, të cilët kërkojnë favore dhe arrin fitime marramendse përmes kontratave që janë shumë më të shtrenjta dhe mjaft të dëmshme për popullin shqiptar. Edhe në këtë kuptim, detyra e institucioneve të drejtësisë është që ta kërkojnë përgjegjësinë kudo, pa amnistuar askënd, pa toleruar askënd dhe duke ju përmbajtur vetëm ligjit. Nuk të shëndet. Po shiko, Alin, ju thoni më përmbajt ligjit dhe është bërë ndoshta si mit ky SPAK, por të kemi parasysh që SPAK-u nuk është komplet, si thosh, rrjeti i drejtësisë. Po të kemi parasysh reforma që është bërë në drejtësi dëmtoi shumë, mendoj që ka dëmtuar shumë, paktën me çfarë shohim ne nga larg, nga jashtë. Për shembull, të gjitha gjykatat e apelit janë mbledhur në Tiranë dhe kemi dosje pafund në prokurori rrethësh apo në gjykata që janë të pahetuar apo që varet kur do vi rralla. Dhe si mendon, ky SPAK-u mendoj se është 1%, 2% e komplet drejtësisë, dhe kush është një mendim i juaj i lëvizjes bashkë pikërisht për reformën e drejtësisë, çfarë keni si plan, si projekt? Ndoshta ju keni shpjeguar shumë herë, por ne në diasporë i shohim pak gjëra ndoshta pak më ndryshe ose më gjatë ftohtësi ndoshta.
shko, ju keni drejt kur ngrini shqetësimin për funksionimin e prokurorive dhe gjykatave normale. Tani unë dua t'ju sjell në vëmendje faktin që SPAKU apo GJK-ja janë pjesë e këtyre që quhen strukturat posaçme të institucioneve të drejtësisë, që janë specializuara në luftën ndaj krimit të organizuar dhe ndaj korrupsionit. Që thot ne gjykojmë SPAKun dhe GJK-n dhe i vlerësojmë ato për shkak të punës që po bëjnë në këto dy sektor. Mirë, po sektori i drejtësisë është shumë më i gjerë se ky, domethënë. Korrupsioni dhe krimi i organizuar janë problemet më të mëdha me të cilat ose më akute me të cilat përballet shteti dhe shoqëria shqiptare. Mirë, po nga tjetër ne kemi një det të tërë me probleme të, ku di unë, të natyrës civile, të drejtave të pronës, të pensioneve, të drejtave në punë, të sa e sa probleme që qytetarët kanë me njëri tjetrin. Tani, mund të referojmë programit Lëvizjes Bashkë, sepse ne kemi edhe një shtyllë të programit ton që i përket drejtësisë, reformimit drejtësisë, kuptimin e gjerë të sistemit drejtësisë, jo të institucioneve të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Tani, në analizën që ne kemi bërë, një nga problemet që ka Shqipëria është fakti që ndodh jo pak herë që në Shqipëri ligjet ndryshme janë kontradikt me njëri tjetrin. Dhe ky përdor një konfuzion të madh nga pikpamja juridike. Dhe ky zvarrit pastaj probleme, nxit konfliktet midis palëve private ose midis palëve private dhe shteti. Kështu ne kemi nevojë për një reformë ligjore në kuptimin që ligjet mos bie në kundërshtim me njëra tjetrën. Do të një ligj i miratuar për shembull në vitin 95 vazhdon të jetë fuqi, ndonse një ligj i miratuar në vitin 2005 thot kundërtën dhe vazhdon të jetë fuqi. Pra kemi nevojë për unifikimin, koherencën e ligjeve, e cila fatkeqësisht çalon dhe kjo prodhon konflikte të panumërta në shoqëri. Sepse njëri i referohet një ligj dhe thot kam drejt, tjetri referohet ligjit tjetër dhe thot kam drejt. E dyta, ne kemi nevojë të përshpejtojmë vendimarrjen e gjykatave. Sot ti të kesh probleme pensione, me punën, me pronën, ti mund zvarritesh dyerve të gjykatave 5 vjet, 10 vjet, 15 vjet. Dhe kjo është dramatike sidomos për ata që nuk kanë kohë të presin. Qofse ti ke një problem mbi fjalën në Shqipëri je pensionist, ke një problem me mënyrën se ti janë llogaritur vitet dhe kontributet e pensionit në Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Po hape gjyq. Me gjasë ty të vjen ora vdekjes më shpejt se sa vendimi i gjyqit. Prandaj ajo që ne kemi propozuar në programin ton, të paktën për dy kategori të rëndësishme shoqërore, si pensionistët dhe punëtorët, është që ne brenda gjykatave civile të hapim dhoma të veçanta me gjyqtar të veçantë, dhomat punës dhe dhomat pensioneve, që të trajtojnë me përparësi këto çështje. Nuk mundesh ti, pensionisti 70 e kusur vjeçar, të presësh 10 vjet për të marrë atë pjesë të pensionit që takon, sepse nuk po të pret jeta. Këtë do të them. Kështu që ne kemi nevojë edhe për një risistemim dhe riorganizim të sistemit drejtësisë, gjykatat të jenë sa më afër qytetarëve, të jenë sa më transparente, të jenë sa më të përgjegjshme. Sigurisht kjo është një punë mjaft e madhe që na pret përpara. Mirë, po nuk dua që ky të përdoret si argument për të hedhur qie dyshimi pastaj apo për të vlerësuar punën e strukturave të posaçme që merren me krimin organizuar dhe korrupsionin. Çdo strukturë dy sfera të ndara të drejtësisë. Këtë duan të them. Ju kuptoj shumë drejt, por jo, është shumë paktën mua që pe dëgjoj tani, mua më duket shumë interesante ky propozimi juaj, sepse në të vërtetë mund të jenë mira dosje nga shumë probleme, sikur e thatë dhe ju me fjalë që si dihet se kur do vi rradha edhe për të marrë në dorë, jo më për të shqyrtuar, por shiko, nëse të bëj një pyetje të drejtë për drejtë, duke patur parasysh që ti më përpara the që qeveria Rama është në qeveri ose po thuaj se qeveri rënd, nëse themi, pra shumë e kalbëzuar. Por unë për vetes si Leonard nuk mbaj mend të kemi zuar në reshit, kemi patur në qeveri në një më shumë probleme, kaq të dobët, kaq larg realitetit, dhe nuk do t'i kthejmë analizës parazgjedhore, pra paramajt, por doja të thosha diçka ndryshe. Çfarë ndolli me shoqërinë shqiptare? Pse u votua sërish Rama? Sipas këndvështrimit tuaj, mbas kaq kohësh të ftohtë? Po, pyetja juaj është shumë e drejtë. Ndonëse unë mendoj që sot Rama dhe Partia Socialiste janë shumë më dobët se sa 11 maj, më thënë po të bëhesh zgjedhjet sot, unë besoj që jo vetëm do kishin 53 deputet sa kanë sot, po do kishin atë 71 deputet
sa që duhet minimalisht për të qeverisur Shqipërinë. Gjithsesi pyetja juaj qëndron, përse në 11 maj të 2025-s Partia Socialiste arriti të fitojë shumicën. Ne kemi bërë një analizë, që besoj se është objektive dhe po e ndaj shkurtimisht me ju, cilët janë faktorët që Rama korri fitore disa muaj përpara. Sigurisht arsyeja kryesore është mbështetja ekonomike që ka pasur nga oligarkia dhe instrumentalizimi i fortë i administratës shtetërore, do thotë kërcënimi i në punësve të shtetit, sigurimi i votave, përmes jo vetëm blerjes votës, një pjesë të votave, po edhe nepotizmit, kërcënimit, ndikimit farefisnor e gjëra të tilla. Në disa qarqe ku krimi organizuar është mjaft i fuqishëm në Shqipëri, sidomos dua të veçoj këtu impaktin e krimit organizuar në zgjedhjet në qarqe si Elbasani, si Fieri, si Shkodra, si Durrësi. Sigurisht krimi organizuar është problem gjithandej, po këto qarqe të paktën në analizën time, impakti i tyre në zgjedhje ka qenë më i madh, edhe ajo ka dhënë kontributin e vet. Po, mos harroni diçka, jo të gjithë ata që kanë votuar Ramën e kanë votuar nga frika. Një parti nuk merr vota vetëm nga frika, edhe në, edhe në, në diktaturën më të fortë, nëse bëhen zgjedhje të nesërme në diktaturës, një parti që ka pasur pushtetin nuk i merr votat vetëm nga frika. Kjo pyetjen e shtroj që pa të tjerët që s'kan pasur frikë, pse kanë votuar Ramën. Dhe kjo kisha pikërisht me fjalë, sepse jo gjithë kanë pas frikë. Po s'ka kuptim. Ose për shembull diaspora, çfarë frikë duhet ta ketë diaspora ndërkohë që nuk paguan asnjë lloj takse atje. Dhe me një llogaritje shumë të shkurtër, në vitin se unë kam marrë në Gjermani në vitin 2012. Dhe unë mbaj mend atëherë euron ka qenë rreth 145-146 lekë. Dhe sot me fjalë është tek 96-97 lekë. Pra i bie rreth 60.000 lekë, thuaj 50.000 lekë më pak. Pra imagjino se sa leku ka ardhur për të ndihmuar familjarët, për të ndërtuar, për të ashtu, dhe gjithë kjo mendoj që është një vjedhje galopante që gati askush nuk flet. Por edhe ne vetë diaspora, që se kemi frikë Ramën, më ka bërë çudi se si mori votat ai në diasporë. Le ta vazhdoj analizën se besoj do prekë diasporë. Jo, patjetër po të kërkoj edhe ndjes për ndërhyrjen me fjalë, por jo ke shumë drejt në faktet që parashtron ose. Sigurisht besoj që edhe një pjesë e votës diasporës është kurzuar jo nga frika e votuesve diasporës, por nga frika e familjarëve të tyre. Nëse ty të merr motra apo vllai në telefon dhe sot do më heqin nga puna, po zvotojë partinë pushtet, ti vetë s'ke frikë, po. Ja ke frikën, po themi, fatit të afërmëve tu, po prap nuk besoj që është vetëm ky faktor, ose. Nuk kuptoj. Duhet të situash duhet që ne analizën ta bëjmë sa më objektive. Arsyeja tjetër pse Rama ka arritur të sigurojë një numër të caktuar votash ka qenë fakti që ka arritur t'ia mbush mendjen një pjesë të votuesve që midis dy alternativave që duken që kanë probabilitetin më të madh për të fituar, Sali Berisha është ekuivalenti i tij, domethënë nuk ka ndonjë diferencë morale midis tij dhe Sali Berishës. Dhe njerëzit, ka njerëz që mendojnë që siç ka njerëz që mendojnë që Berisha është më i mirë se Rama, ka njerëz që mendojnë që Rama është më i mirë se Berisha, ose më saktë, më pak i keq njëri se sa tjetri reciprokisht. Dhe kjo është një betejë politike dhe pseudo-ideologjike që vazhdojnë për 30 ca vitesh në Shqipëri, ku partitë politike i thonë qytetarëve ne jemi keq, pa i kundërshtarë ynë është akoma dhe më keq. Dhe kjo ka ende impakt, ndoshta më pak se në të shkuarën, por vazhdon të ketë impakt në shoqëri. Mos harroj pastaj që besoj një pjesë e votës diasporës kurzohet dhe nga fakti i përkatësive politike në të shkuarën. Varet kur ke emigruar, varet në çfarë probleme ka pas Shqipëria në kohën kur ti ke emigruar, cilët kanë qenë antagonizma dhe antagonistët kryesorë të asaj politike, dhe kjo motivon edhe një pjesë të votuesve. Gjithsesi nuk do të harrojmë edhe një faktor, me që jemi tek vota e diasporës. Partia Socialiste duke pas pushtetin politik, duke pasur shumë para, nëse Partia Socialiste është partia më e pasur dhe më e pushtetshme në Shqipëri, në skajin tjetër është Lëvizja Bashkë, partia më e varfër dhe më pak instrumente në Shqipëri. Partia Socialiste kësaj ka pas shumë më tepër mjete për të regjistruar mbështetësit e vet që të votojnë.
Më kuptoni? Pra ka pas aq shumë burime njerëzore në mënyrë që janë përdorur në mënyrë të paligjshme, nga financimet besoj të paligjshme, deri tek përdorimi në punëve shtetit, që paguhen me rrogë për të në vend që të punonin në institucionet e tyre për të bërë fushat për Partinë Socialiste edhe në diasporë, kjo ka sjellë që ata të jenë besoj më të suksesshëm për të regjistruar mbështetësit e tyre në votime. Nuk do të harrojmë diçka që të votojnin qytetarët shqiptarë nga diaspora, do duhet të kishin një dokument vlefshëm. Apo jo? Pa duhet të kishin një letër njoftim ose një pasaport që ishte ende e vlefshme, që nuk ishte skaduar. Një pjesë e diasporës shqiptare, nga që ka shumë vite që ka ikur nga Shqipëria, pafundësisht njerëz më kanë shkruar, mbështetës Lëvizjes Bashkë më kanë shkruar dhe më thoshin që ne nuk votojmë dot, sepse ne ka skaduar pasaporta para 3 vjetësh, para 5 vjetësh, dhe nuk mund të vi qytetari nga Amerika në Shqipëri të bëj pasaportën e re vetëm për të votuar. Mirë, po Partia Socialiste duke qenë parti në pushtet, duke pasur rrjetin konsullore gjithçka tjetër në dorë, besoj ja ka arritur që ajo që është vështirësi deri në pamundësi për parti tjera, sidomos për Lëvizjen Bashkë, për ta të ketë qenë një pengesë lehtësisht e kapërtyeshme. Pra janë gjithë këto faktorë që kanë ndikuar në votën në votën e 11 maj. Gjithsesi unë prapë mendoj që muajt e fundit ka lëvizur shumë situata politike në Shqipëri, skandalet korruptive, skandali i zëvendës kryeministës Balluku, apo skandali Akshit, këtij institucionit shtetëror që merret me teknologjinë e informacionit, janë aq tronditës sa që shumë njerëz po thonë mjaft tani, nuk vazhdohet më kështu. Nuk vazhdohet, mund të jemi tek tani nostalgjive të shkuarës. Dakor Arlin, por shiko, ti jemi realist. Okej, mua më pëlqen edhe optimizmi i jot, sepse nëse nuk do kishe edhe ti optimizëm, pastaj nuk e di se si do flisnim apo çfarë do thuhej, por në realitet, me thënë të drejtën, për vetëm ndoshta pak nësi që ju i hasni në rrugë apo që me kontakte me njerëzit apo ato çfarë ne lexojmë në rrjetet sociale, por në realitet ne nuk po shohim një reagim popullor, sepse kudo që të kishte ndodhur në Evropë, jo kaq, por sigur shumë më pak, do kishte një tjetër reagim. Dhe problemi është që mua më shqetëson më tepër çfarë ka ndodhur me ne, pse nuk reagojmë, pse duhet të presim dhe kur duhet të presim, se për shembull Akshi, si po thotë, është totalisht të gjitha të dhënat e çdo qytetari, duke filluar nga targa makinës, numri telefoni, banka, ku diun, IT-ja, gjitha me fjalë, dhe hajde dije se në dorë të kuj kanë shkuar gjitha ato të dhëna. Dhe vetë populli, pa dash me fol Arlindi, Berisha, kush tjetër, ose vetë populli duhet të organizohet, po pse na ka vdek fryma. A jemi popull emocional, pra jemi më shumë emocional dhe shumë më pak politik, kemi humbur atë sensin e mbrojtjes sociale ndaj vetes. Si shikon ti, sepse ti edhe para se të hysh në politik ti ke qenë aktivist vet, dhe si e shikon? Ndjes se ndoshta e zgjata pak ndoshta. Jo, bëhet mirë sepse problemi që ushtroni është vërtet i rëndësishëm edhe kërkon dhe një përgjigje komplekse. Un jam optimist për shkak të analizës që bëj, e shoh në zhvillim, në dinamik situatën politike dhe shoqërore në Shqipëri. Me fjala mua më ka bërë optimist edhe rezultati i Lëvizjes Bashkë zgjedhjet e fundit. Ne ja kemi dalë çndrohemi në parti parlamentare, një parti e cila kur të botohen të dhënat nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për financimin e fushatave, do të vini re që Lëvizja Bashkë ka shpenzuar një sasi jashtëzakonisht vogël parash, sepse aq para kemi pas mundësi të mbledhim nga mbështetësit tanë, ne nuk financohemi as nga oligark, edhe as jemi financuar nga buxheti i shtetit. Prapë se prapë, ja kemi dalë çndrohemi në parti parlamentare që nuk është pak në kushtet e Shqipërisë. Nga ana tjetër, kur vjen puna tek reagimi i popullit, ndodh në të rrallë që popujt apo shoqëritë reagojnë edhe spontanisht. Ka ndodhur në historinë e Shqipërisë, po i marr 2 raste, protesta e armëve kimike në vitin 2013 dhe protestat e studentëve në vitin 2018. Gjithsesi këto shpërthime spontane janë paparashikueshme. Ajo 2013 ka qenë një model edhe kaq. Me fjalë ka qenë vetëm normalisht. Edhe studentëve 2018 ka qenë. Edhe studentëve, dakor, por ajo 2013 se dha rezultatin. E studentëve sikur u sfumua Po, sepse ajo ishte protestë me një kaos specifik.
nuk të importojnë armët kimike dhe pikë. Tani ajo që duhet të them është që këto protesta spontane janë të parashikueshme. Mund shpërthejnë edhe mbas një jave në Shqipëri. Askush nuk i parashikon dot. Askush nuk e dinte një ditë para këtyre dy protestave që po flasim edhe që ato do ndodhin. Kështu që të parashikueshme nuk e diskutojmë dot. Çfarë ndodh tani në raste të tjera? Domethënë, duke marrë dhe përvojën e vendeve të tjera, si mund të reagojë shoqëria? Pa hiq këto raste të rralla kur reagohet spontanisht. Shoqëria zakonisht reagon kur thërritet nga dy lloje subjektesh. Ose një subjekt i shoqërisë civile, ose një subjekt politik partijak. Tani problemi me shoqërinë civile në Shqipëri në 20-30 viteve të fundit është jashtëzakonisht e dobët. Dhe me shoqërinë civile nuk kanë parasysh OJF-t. Se OJF-t nuk janë për të organizuar protesta. Shoqëria civile janë sindikatat bie fjala. Shoqatat kulturore, bashkësitë fetare. Mirë po, në Shqipëri për arsye të jetë komplekse që do duhet të rrinim shumë gjatë për t'i analizuar, këto institucione shoqërisë civile janë ose dopta, shumë të dopta, ose janë, po themi, të trembura dhe nuk duan të kenë një lloj protagonizmi politik. Pra qofse sindikatat në Shqipëri janë shumë të dopta, bashkësitë fetare në Shqipëri, që në vende tjera mund të jenë promotore të protestave, të lëvizjeve shoqërore, kujtoj historinë e Amerikës Latine këtu, janë në shumë të distancuara nga jeta politike për të marrë iniciativa të tilla. Që këto kushte mbeten vetëm partitë politike, si ajo leva arkimediane që do të vërë shoqërinë lëvizje. Dhe unë mendoj që ndër partitë politike e vetmja që ka reputacionin moral dhe politik për ta lëvizur popullin dhe shoqërinë shqiptare është Lëvizja Bashkë. Kështu që ju mund të thoni tani pse nuk e keni arritur akoma. Ky është një proces. Pavarësisht sa do donim ne, gjërat nuk ndodhin, ndryshimet e mëdha nuk ndodhin as brenda një dite, as brenda disa javësh. Për, si që thash, edhe shumë arsye që kanë të bëjnë me izolimin, veçimin mediatik të Lëvizjes Bashkë. Fakti që mesazhi ynë nuk arrin të shkojë ende një pjesë shumë e madhe e qytetarëve. Unë nuk dua të them pse ju nuk keni arritur, por dua një përgjigje të sinqertë. Përmendë sindikatat gjatë kësaj analize që ju bët. Dhe me të vërtet mendon që ka sindikata në Shqipëri, sepse se emra ato mund t'jenë, por me sa di unë ka sindikata të majta dhe të djatha, por nuk e di se ka sindikata që mbron të drejtat e punëtorëve apo që paralizohet, po themi Tirana, autobusat, trena skemi, apo fabrika, apo diçka tjetër, pra sikur ndodh kudo në Evropë, se të jetë di shumë mirë. Dhe tani, pra duhet diçka më tepër, mi fjalë, jo thjesht arlindi politikan, por si duhet të zgjohet kjo lloj lëvizje, kjo lloj fryme, se ti thua Lëvizja Bashkë, pra po dele zhvishe pak arlindin nga kostumi politikës, bëj arlindin aktivist. Po unë nuk e konsideroj veten thjesht përvajsues një partie, dhe pavarësisht se prej 3 vjetësh e kam këtë funksion, unë frymën time, në pikpamjet e mia mbetem aktivist. Dhe analiza që bëj siguroj që është objektive. Ju thatë me drejt që ato që quhen sindikata në Shqipëri në fakt nuk ekzistojnë, janë vetëm emra formal, janë vetëm vula, sepse nuk kanë as përfaqësojnë njeri, as kanë punëtor në antarësinë e tyre, s'kan asgjë. Atyre tek këtu kur ka ndonjë shpërthim proteste mes punëtorësh, zakonisht është spontan, domethënë. Nuk është organizohet nga një sindikat, por punëtorëve në një ndërmarrje caktuar u vjen në maj të hundës dhe dalin një grevë spontane 2-3 ditë, edhe ajo grevë zakonisht shtypet shpejt nga fakti që ata që i marrin punë shkelin ligjin dhe kërcënojnë punëtorët grevist, dhe institucionet që do duhet të mbronin drejtat e tyre nga pamja ligjore, si Inspektorati i Punës, janë funde krye të korruptuara dhe nuk e bëjnë detyrën e tyre për të mbrojtur drejtat e punëtorëve. Gjithsesi në Shqipëri në viteve të fundit ka pasur tentativa shumë të mira për të organizuar sindikatat e punëtorëve, e kemi pas bërë ne para se të themelonim Lëvizjen Bashkë. Dhe dua t'ju kujtoj një rast që është emblematik për shpjeguar pastaj vështirësitë që hasin punëtorët në organizimin sindikal. Në vitin 2019-2020 ne jemi organizuar fort me minatorët e Bulqizës. Edhe me ndihmën tonë, qindra minatorë, 300-400 minatorë të Bulqizës themeluan një sindikat të re të fuqishme,
oligarku që kishte pronësimin njerën Samir Mane, me njëherë sa u themelua sindikata, hoqi nga puna në mënyrë të palishme, kryetarin e sindikatës dhe 3 drejtues tjerë, sindikatës, punëtorët për javë të tëra, bën greva, protesta në Bulqiz, në Tiranë. Mirë, po çfarë ndodhi? Fuqia që ne dhe punëtorët, pushteti që kishin përballë, ishte shumë herë më i fortë se sa ne. Asnjë media nuk transmetoi grevat e minatorëve. Asnjë parti as kohë opozitës, Lëvizja Bashkë nuk ekzistonte edhe si parti. Nuk ngriti zërin për punëtorët. Të gjitha institucionet e shtetit dolën në krah të oligarkut dhe pas disa muajsh proteste, lëvizja punëtore pastaj u shpërbë. Sepse punëtorët, pavarësisht luftës tyre, do ta quaj heroike në kushtet e rezistencës sociale, në fund fare u mposhtën nga një fuqi më e madhe se ata. Dhe di çfarë bëjnë shumica e atyre minatorëve që në vitin 2019-2020 ishin sindikat. Janë emigrantë sot, nuk janë minatorë. Punojnë në ndërtim në Gjermani, në Francë, në Angli. Pra, nuk është se nuk ka pas tentativa serioze, mirë po kur e ke të gjithë establishmenti politik kundër, kur e ke gjithë oligarkin kundër, kur i ke mediat kundër, organizimi është i vështirë. Gjithsesi unë prapë mendoj që nuk është i pamundur, ne kemi ende potenciale për të organizuar punëtorët, sepse i dim nga përvoja e vendeve tjera që aty ku sindikatët janë të forta, aty dhe lëvizjet shoqërore janë të forta, aty dhe demokracia për shkak të presionit që vjen nga poshtë, është më e shëndetshme, është më e përgjegjshme. Prandaj kemi shumë nevojë për organizimet e punëtorëve, për organizimet e të rinjve, për organizimet e biznesit vogël, për organizime që nuk janë vetëm të natyrës politike, po janë vetë natyrës shoqërore dhe vendosin me organizimet politike një marrëdhënie të shëndetshme, një marrëdhënie ndihme reciproke, por edhe kërkesë llogarie. Alin, shiko, kur ti e shpjegon kështu, në fare natyrshëm lind një pyetje. A e ke menduar ndonjëherë që duke patur të gjithë këta faktor kundra Lëvizja Bashkë, a keni menduar ndonjëherë që edhe ju mund të ndërhyjnë për t'u shkërmoqur si punë këtyre sindikatave, për këtyre lëvizjeve të tjera, pra sepse keni gjithë faktorët kundra dhe nëse e keni menduar ose tjetra, keni thënë vetes Alin mjaft se murit me kokë nuk i bie. Ju falenderoj për pyetjen. Unë mendoj që Lëvizja Bashkë është e pashkërmoqshme, është e pashpërbëshme, sepse ne kemi një bërtham shumë të fortë, njerëzish, aktivistësh, antarësh, që janë njerëz me ideale, janë njerëz me karakter të fortë. Dhe sa kohë nuk kanë arritur, jo të na shpërbëjnë, po as të na dobësojnë në gjithë këto vite të aktivizmit ton, nuk besoj se do arrijnë kurrë. Sigurisht kjo mbi fuqi, me cilën ne përballemi, mund të kenë ndikim në ecurin ton, pra, në sa shpejt do të rritemi ne dhe sa shpejt do të arrijmë në atë pikë që të kemi mundësinë të qeverisim Shqipërinë. Kjo është një luftë politike që ne jemi të gatshëm ta bëjmë, kemi besim që do ja dalim, mirë po si çdo luftë, rezultatet janë më shumë se një. Nuk ka asnjë luftë të sigurt. Më kupton? Gjithsesi ne jemi të përgatitur që ta çojmë luftën politike tonë deri në fund pa bërë asnjë hap mbrapa, nëse do fitojmë apo jo. Faktor përcaktues fund fare do jetë populli shqiptar. Ai është faktori i madh. Përcaktues dhe ne këtë do ta bëjmë. Dhe për të përgjigjur e pyetjes tuaj të tretë, unë nuk kam ndërmend heqdor, sepse kjo që bëj, përveç se më duket shumë e rëndësishme për fatet e vendit, për fatet e shoqërisë, për fatet e çdo njeriu në Shqipëri që kërkon të jetojë me punë vetëndershme dhe me dinjitet. Mua kjo që bëj dhe më përmbush shpirtërisht, më kupton? Po nuk e shoh si sakrificë kur bën gjë që do, kur e bën me vullnet diçka, kur e bën me entuziazëm diçka. Ti nuk lodhesh, ti nuk mërzitesh. Ne këto kohë bëjmë një aktivitet shumë ngjeshur politik, mua më duhet të lëviz pothuajse gjithë ditën, takohem me njerëz e kështu me radhë, marr pjesë në për protesta, në organizime, takimesh dhe pavarësisht sigurisht lodhjes fizike që është e pashmangshme, unë nuk ndihem asnjë çast i lodhur shpirtërisht. Dhe kjo është shumë e rëndësishme.
Shumë e rëndësishme kjo, po shiko, ndoshta mund t'i thuash vetes se çfarë po pyet Leonardo dhe pse Leonardo nuk po flet për skandalet e qeverisë, për problemet e atje në Shqipëri. Tash ju jeni mësuar ndoshta në televizore të Shqipërisë që të keni njerëz të tjerë që debatojnë apo që ju kundërvihen etj. Por ne në diasporë kemi dëshirë të kuptojmë diçka më ndryshe, jo thjesht të flasim sepse këto janë skandale të ndodhura dhe ne po duam më tepër të njohim Alindin apo Lëvizjen bashkë, pra kur themi Alind Qori, po themi Lëvizja bashkë për të njohur diçka më tepër, sepse pikërisht këto kanë qenë edhe ato kërkesat e shumta të dëgjuesve që kanë pasur kundrejt jush dhe për të kuptuar diçka më shumë se sa flitet në mediat tradicionale. Pra, besoj se kam mirë kuptimin tënd se ne mund të flasim çfarë të duash, diskutojmë skandale pa fond, pa diskutim. Unë jam i gatshëm që të ndjek bisedën tuaj, domethënë me dëshirë të madhe ju ndjek ju. Ju e çoni bisedën aty ku ju duket ju me më shumë interes dhe unë me kënaqësi më të madhe ju ndjek me vëmendje edhe ju përgjigjem. Je penduar që nuk je deputet në Parlamentin e Shqipërisë, pra që nuk ishit në listë i parë? Jo, as jam penduar, as do pendohem ndonjëherë, edhe jam i lumtur që ka ndodhur kështu. Jam i lumtur që ka ndodhur kështu, sepse kur unë vendosa të mos isha i pari në listën Lëvizjes Bashkë si deputet, ky ishte një vendim i ndërgjegjshëm, i mirë menduar. E para për të vendosur një standard serioz, që në Shqipërinë e deri sotme partitë kanë qenë në funksion të kryetarit, dhe ne duhet të jepim shembulli që duhet ishte kryetari në funksion të partisë. Më kupton? E dyta, sepse në skenarin kur ne do të merrni vetëm një deputet, sigurisht ne doni të merrni më shumë deputetët. Një skenar do merrni një deputet. Do ishte shumë e rëndësishme që ai deputet mos isha unë, në mënyrë që opinioni publik të njihej me potencialet e tjera politike të Lëvizjes Bashkë. Sot deputeti ynë Redi Muçi ka reputacionin e deputetit më të mirë të Kuvendit të Shqipërisë. Ka shumë njerëz që e vlerësojnë punën e tij, mirë po nuk do arrinin ta njihnin nëse do isha unë deputet në vend të Redit. Se mua më njihnin paraprakisht Redi Muçin, Jani Markën, të tjerë, Mirela Rukon, të tjerë aktivistë edhe njerëz me potencial shumë të madh politik në Lëvizjen Bashkë, qytetarët deri vonë nuk i kanë njohur pikërisht sepse nuk kanë pasur këtë platformën institucionale në cilën mund të flasin. Kështu që unë jam jo vetëm i lumtur, por jam krenar për një vendim që sigurisht është nisur nga unë, që të mos jem i pari në listën e deputetëve të Lëvizjes Bashkë, por pastaj është përkrahur nga të gjithë në Lëvizjen Bashkë dhe sot ne të gjithë ne jemi krenar me cilësinë e përfaqësimit në Kuvendin e Shqipërisë. Unë nuk e shoh politikën si ofiq. Mua po të më pyes nga ana personale, domethënë çfarë të bën të lumtur ty? Ti je pedagog apo deputet, do të thoja pedagog gjithë jetën. Po të pyesni pedagog apo ministër, do thosha pedagog gjithë jetën. Po të pyesit pedagog apo kryeminist, do thosha pedagog gjithë jetën. Kuptimin e si ndihem unë mirë personalisht, domethënë si ndihem unë i lumtur. Punë tjetër që për shkak të përgjegjësisë madhe politike, mua mund të më duhet ta lë pasionin tim edhe profesionin tim për të marrë një detyrë të rëndësishme politike, sepse kjo mund të bëhet e pashmangshme në ardhmen e afërt. Mirë po, thash, edhe nga pamja politike, edhe nga pamja personale, unë nuk kam asnjë lloj pishmani, përkundrazi jam i lumtur me këtë zgjedhje. Shiko, Alin, duke patur parasysh që në 2019 opozita asaj kohë i bojkotoi zgjedhjet lokale. Por më duket se me një farë dinakrie i bojkotoi dhe zgjedhjet e pjesme të parakoshme në nëndor që ishin 5 bashki, mos qofsha gabim, dhe bashkia e Tiranës që pastaj u anulluan, pra gjetën një mënyrë të rafinuar ku thanë do gjejmë një kandidat jo partijak, do mbështesim atë, etj. Dhe ju dolët vetëm aty. Dhe ju këmbgulni që të ketë zgjedhje të parakoshme edhe zgjedhje parlamentare. Sërish do dilni vetëm dhe si mendoni ju që mund vini vetëm të bëni forcë, si thosh, jo dominuese ndoshta, por një forcë e rëndësishme e politikës shqiptare, duke patur parasysh që
dy parti të mëdha, po luajnë edhe me kodin zgjedhor që ndoshta do të nxjerrin fare jashtë loje. Si mund ta bësh një analizë? Po të përgjigjem. E para, lëvizja bashkë quhet e tillë bashkë, jo se ka ndërmend bashkohet me parti tjera, se do ishte absurde që një parti krijohet për të bashkuar me parti tjera. Qofse ne do ndanim idealet apo aspiratat me parti tjera, s'kishin pas nevojë fare ta themelonim lëvizjen bashkë. Po kemi themeluar lëvizjen bashkë se kemi menduar që Shqipëria ka nevojë për një politikë ndershme, ka nevojë për një politikë parimore dhe ka nevojë për politikat e dhura ekonomike dhe sociale, që partitë e të risotme nuk kanë arritur t'i çojnë përpara. E dyta, ne duam të bashkohemi me shoqërinë, ne duam të bashkohemi me shtresat kryesore të shoqërisë, me punëtorët, me shtresat e mesme, me pensionistët, me të rinjt, me sipërmarrësit e vegjël, me bujqit. Ky është bashkimi që aspiron lëvizja bashkë. Dhe unë jam vërtet i gëzuar me faktin që unë vrej që ditë pas dite për kraja dhe populariteti i lëvizjes bashkë rriten, dhe shoqëruar kjo me besimin e madh që ne kemi te populli. Kam përshtypjen ne jemi vetëm partinë në Shqipëri që ka besim te populli, ka besim te potencialet e popullit. Të gjithë politikanët e tjerë në Shqipëri, po të flasësh privatisht me ta, do të thonë fjalët më të këqija për popullin, e do të shfaqin cinizmin edhe nënvlerësimin më të padenj për popullin. Ne kemi vërtet besim te populli shqiptar sepse kuptojmë që çdo shoqëri ka potencialin për ta përmirësuar veten dhe për të ngritur në këmbë. Kjo analizë na vjen edhe nga kuptimi ose ky përfundim vjen edhe nga analiza e historisë së Shqipërisë, po edhe nga analiza e ngjarjeve të mëdha botërore, me të cilat ne sigurisht nuk se na mungojnë lidhjet apo marrëdhëniet. Për gjitha këto arsye, ne kërkojmë zgjedhje parakohshme sepse mendojmë që një lëvizja bashkë do të jetë shumë herë më e fortë se çka qenë në kuptimin e përfaqësimit, dy sepse qeveria rreth parë dhe sistemi i vjetër politik rreth dy do të pësojë një goditje shumë fortë në rast se mbahen zgjedhjet të sot. Dhe unë duhet që ta vërtetoj këtë që po them, do duhet ju marr një shembull, pikërisht nga zgjedhjet lokale të Tiranës që u anulluan. Do duhet mbaheshin zgjedhje të parakohshme në Bashkinë e Tiranës në nëntor. Dhe përpara se të dërhynte gjykata kushtetuese që t'i anullonte zgjedhjet dhe të rikonfirmonte në detyrë Erion Veliajin, u bë një sondazh nga një televizion në Shqipëri, News 24, u pyetën për 3 kandidatët kryesor, për Ogerta Marmesiliu, për Florian Binajn dhe për mua si kandidat i lëvizjes bashkë. Do t'ju kujtoj që Ogerta Marmesiliu mbështetej dhe vazhdon të mbështetet nga Partia Socialiste, Florian Binaj mbështetet dhe vazhdon të mbështetet nga Partia Demokratike dhe të gjitha këto partitë e tjera të reja që janë në koalicion me PD-n faktikisht, ndërkohë që unë isha kandidat i lëvizjes bashkë. Dhe në sondazhin e botuar mos gaboj në nëntor, unë rezultoja pa filluar në fushata se kisha preferencën e 12.5% të qytetarëve të Tiranës. 12.5% do të votonin për mua dhe për lëvizjen bashkë. Që është, po të krahasojmë zgjedhjet lokale me zgjedhjet lokale, pra 2023 kur unë isha përsëri kandidat për kryetar bashkie, 2023 unë kam marr 4.78% votave në Tiranë. Dhe rritja në 2 vjet e gjysmë ishte pothuajse 3 fish. 3 fish pothuajse. Dhe kjo tregon që gjërat po ndryshojnë, më kupton? Ky sondazh tregon që lëvizja bashkë duke qenë kundër qeverisë, duke qenë kundër establishmentit vjetër politik, duke qenë kundër oligarkisë, duke qenë një parti parimore me idetë e duhura, po rritet. Dhe unë besoj që po të kemi zgjedhje sot, ne do të kemi vërtet një rezultat shumë të mirë dhe do të fusim krizë mënyrën e vjetër të qeverisjes. Okej. Shiko, do më lejosh do të bëj mi fjalë jam përpjek të përmbledh disa pyetje të dëgjuesve që mi kanë dërguar gjatë ditës së sotme dhe kam 2 grup pyetjesh ose 2 pyetje që i përfshin 2 grupe. Një kam thot mi fjalë na përshpreh ato mirënjohjen, respektet dhe faleminderit shumë për fjalët e bukura, qoftë për ju, qoftë për ne si radio. Thot Leonard thot ndjek thot shumë zotin Qorri thot dhe flet thot për të gjithë thot, por vetëm për njerëzit e persona me aftësi të kufizuar thot, që janë rreth 80-90.000 persona me aftësi të kufizuar
dhe flet fare pak për mos thënas pak, sepse edhe ne thot jemi që jetojmë në këtë vend thot dhe jemi një shtresë që vazhdimisht thot bullizohemi nga të gjitha anët, edhe pse përpiqemi të arsimohemi, jemi të arsimuar, jemi me fakultete, por na mungon që ne na quajnë me aftësi të kufizuar, por nëse ne quhemi me aftësi të kufizuar, atëherë po ata që drejtojnë dhe s'kan mend si mund të quhen. Do doja thot nëse është e mundur, kush është programi social dhe a ka kontakte zoti Arlin me këtë grup njerëzish. Dhe tjetra, mi fa që ti, ose nëse do, mund të flasësh për të. Po, okej. Si duhet. Në flasim për të, me fjalë, sepse tjetra është për pronat, me fjalë për thotë kush është qëndrimi dhe këndvështrimi i lëvizjes bashk për pronat, sepse thuhet që nëse vjen lëvizja bashk, pronat do bën kooperativ, jo ndoshta si kooperativa e xhaxhit në ver, por nuk do kthehen prova, do kthehemi provat, më fal. Nuk do kthehen pronat, por do ketë një grupim, do ketë disa mënyra të tjera të dëmshpërblimit apo të kthimit të pronave, por asnjëherë tek pronari. Atëherë, ta nisi me këtë dytën, me qenë se është përgjigja është më e thjeshtë. Lëvizja bashk është e konsideron drejtën e pronës një drejtë themelore të njeriut, edhe në programin tonë ne kërkojmë që institucionet e drejtësisë të vendosin në bazë të ligjit dhe me shpejtësinë e duhur të vendosin marrëdhëniet e pronës, ta njohin pronën, atij që takon me ligj, ta gëzojë edhe të ketë mundësinë të përparoj me të. Unë e di që në Shqipërinë e sotme, në Shqipërinë e dekadave të fundit, është bërë një abuzim i madh me pronat, ka lloj njerëz me pushtet politik që kanë përvetësuar prona që nuk i takojnë, lloj kriminalesh, oligarkësh që kanë shpronsuar njerëzit e thjesht. Ne kemi një ligj me fjalë si ai i investitorëve strategjik që i jep mundësi shtetit të shpronsojë një pronar privat për t'ia dhënë pronën e këtij private një tjetër privati, që është oligarku. Dhe ta konsideroj këtë. Detin e morën ata, po tash kanë nxjerr paketën e malave për të marrë edhe bjeshkët, me fjalë, tash s'po merr gjë. Pikërisht, këtë po them. Domethënë, kjo është një lemeri, domethënë që ti zhveshësh njerëzit nga prona e tyre private, për t'ia dhënë një privati tjetër, jo për të ndërtuar infrastrukturë, se qoftë do ndërtosh një rrugë, në çdo vend botës, pronari dëmsh për bletë edhe ndërtohet rruga. Po këtu shteti ndërhyn midis dy privatëve. Dhe ja merr pronën pronarit vogël dhe ja jep oligarkut që është e padëgjuar në ku diun me aq sa diun. Unë di që praktika të tilla i kanë zhvilluar vetëm shtetet kolonizatore nëpër koloni. Pra kur disa shekuj më parë kolonizonin me forcë vendet e botës, i përzinin banorët, indigjenët, u merrin pronën e kështu me radhë. Dhe u jepnin kolonizatorëve. Po që shteti ynë ta trajtoj popullin e vet si koloni, kjo është me sa diun e padëgjuar. E para kjo. E dyta për sa i përket personave që ligji e ka që quhen me aftësi të kufizuar ose me aftësi ndryshe, sepse edhe emërtimi është problematik. Unë do ta ftoja Zojën apo zotrin që ka bërë këtë si pyetje, do ta ftoja që të shkonte tek faqja e lëvizjes bashk, lëvizjabash.al, dhe një prej shtyllave aty është programi i qeverisës me 177 pagje, siç u thash. Ka një kapitull të ky program për kujdesin social dhe një nga 9 kapitujt e kujdesi social është pikërisht aty ku flitet për personat me aftësi të kufizuara. Ne edhe në partinë tonë, pa edhe në protestat që organizojmë, kemi përfaqësuar persona me aftësi të kufizuar, për konvencion pa përdor këtë term, meqense meqense ka dhe ligji, po. As të zim si të përdorim edhe një term tjetër. Kemi mbështetjen e tyre, kemi artikuluar problemet e tyre, për një nga çështjet që ne çojmë përpara me shumë forcë, është çështja e minimumit jetik. Minimumi jetik çfarë do thotë? Që shteti llogaris minimumin e të ardhurave që duhet një personi për të jetuar me dinjitet dhe t'i sigurojë të papunëve, njerëzve që marrin ndihmë ekonomike, personave me aftësi të kufizuar, pensionistëve, një minimum të ardhurash për të jetuar me dinjitet. Sot ajo që quhet pension invaliditeti, po përdor përsëri një term vjetër, është pothuajse sa gjysma e standardit minimumit jetik. Më kuptoni?
Pra në programin ton, ne kemi një parim apo një ide që do të shtonte të ardhurat financiare në mënyrë të ndjeshme personat me aftësi të kufizuara. Po ashtu, ne kërkojmë që jo vetëm të zbatohet ligji, po të përmirësohet ligji për sa i përket punësimit personave me aftësi të kufizuara. Nuk ka, shteti këtu nuk funksionon. Çdo sipërmarrje për shembull me mbi 20 punëtor apo mbi 50 punëtor, se kam ligjin tani këtu para syve, ka detyrimin të punësojë një njeri me personat, një njeri nga ky komunitet. Dhe nuk e bën, nuk zbatohet ligji. Institucionet shtetërore nuk shkojnë të gjobisin ato sipërmarrje që nuk e zbatojnë ligjin. Institucionet shtetërore që duhet punësojnë njerëz të këtij komuniteti, përsëri nuk e bëjnë. Po ashtu, në botkuptimin ton, në programin ton, ne kemi mbështetjen infrastrukturore me karroca, me të tjera element higjienës që do duhet të sigurohesh nga shteti për personat me aftësi të kufizuar, ose për rritjen e mbështetjes për ata kujdestarët brenda familjes që kujdesen për personat me aftësi të kufizuara për përmirësinë e infrastrukturës. Sot ne kemi shumicën e institucioneve publike, shumicën dërmuese e institucioneve publike apo të shkollave që nuk kanë rampa, pra nuk kanë, po themi, ato, si thua, ato se si dita përkujtoj tani, ato lloj platforme ku ti mund të ngjitesh me karrocë. Më kuptoni? Pra këtu problemet e këtij komuniteti janë shumë të mëdha dhe cili është problemi që nga që Lëvizja Bashkë ka shumë pak akses në media, ne mund të flasim për shumë çështje, por nuk vijnë tek veshë qytetarëve, më kuptoni? Nuk vijnë, unë kam folur personave të kufizuar disa herë, por me siguri shumë qytetarëve që kanë këto probleme nuk u shkon mesazhi. Pikërisht për shkak të izolimit mediatik. Padyshim se media ka zërin e vetë, është e fuqishme, nuk diskutohet për cilë zërin. Po, kam edhe një për statusin e minatorit dhe për statusin e naftetarëve. Thotë, zoti Qoli thotë vazhdimisht thotë ka ngrit zërin, vazhdimisht është Lëvizja Bashkë thotë ka qenë një përkrahase e këtyre dy grupeve. Por si mendon dhe a mendon që ose çfarë duhet të bëhet që këta dy grupe t'i kenë këto të drejta? Po, edhe këtu ne në protesta jemi në mënyrë pothuajse gati të përjashme, ose të përdyjavshme me minatorët, me naftarët, me punëtorët e tjerë, çështjen e statusit të minatorëve dhe naftarëve e kemi shtruar gjithmonë. Dhe meqense kam më të, po themi, e kemi më të freskët nga protestat e fundit, çështjen e statusit minatorit, ne ndër vite kemi dorëzuar kërkesa, peticione, e kemi programin ton statusin e minatorit, e kemi analizuar mjaft si problem. Bie fjala, ne kërkojmë që pensioni plot të sigurohet me 10 vite punë në tokë, edhe të merret në varësi të numrit viteve të punës, të merret jo në moshën 65 vjeçare sa merret sot, por në moshën 53 deri në 55 vjeç. Ne nga ana tjetër kërkojmë që pensioni minimal për minatorët të jetë sa 135% e pagës minimale zyrtare, pra. Nëse paga minimale zyrtare është 500.000 lekë vjetra sot, pensioni minimal flas për minatorët, maksimali varet nga vitet e punës që kenë në tokë dhe vitet e përgjithshme të punës, por të paktën pensioni minimal të jetë sa 135% e pagës minimale zyrtare. Pra, të gjitha këto çështje ne i kemi ngritur, vazhdojmë t'i ngrem, përfaqësues të minatorëve, posaçërisht i kemi pjesëmarrës në çdo protestë tonë, mbajnë fjalë aty, e kërkojmë përsëri me forcë këtë status, sepse është një e drejtë legjitime që u takon punonjësve që janë punonjësit që hasin më shumë rreziqe, që kanë shëndetin më të brisht. Ti thua që minatori prit mbushësh 65 vjeç për të marrë pensionin e plot, është gati tragjike, domethënë se shumë prej tyre kanë probleme aq të rënda shëndetësore sa që mund mos arrin moshën e pensionit. Sigurimet, Arlin, janë me sigurimet të rregullt, pak të sigurimet shëndetësore shoqërore të paguhen. Më fal, ndoshta po paguhen minatorët, punëtorët në përgjithësi. Jo, minatorëve, por edhe punëtorëve në përgjithësi mi flasim. Po sidomos më që po flasim për minatorët që janë si punë më të rënda, Po puna në të zezë Shqipëri është e kudogjendur. Ne kemi nxjerrë një të dhënë
nga kryqëzimi të dhënave që vijnë nga institucionet shtetërore, ku informaliteti në punë në Shqipëri është 44.5%, pra 44.5% atyre që punojnë, u futen të punësuarit me pak, vetë punësuarit, gjithë 44.5% e tyre nuk u paguhet sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Dhe kjo ndodh edhe në minjera. Pjesë minjera, punëtorët, ato që quhen minjera informale, punëtorët janë tërësisht në të zezë. Në pjesën tjetër u paguhen vetëm pjesërisht siguracionet. Ajo që ndodh me shumë punëtorë në Shqipëri, me jashtëzakonisht shumë punëtorë në Shqipëri, është fakti që në bankë dhe zyrtarisht marrin vetëm pagën minimale. Kjo të thotë edhe siguracionet u paguhen vetëm bazë pagës minimale, ndërkohë që paga e vërtetë është çik më e lartë, por pjesën tjetër ata e marrin në dorë. Dhe kjo është vjedhja e siguracioneve tyre praktikisht. Pra problemi i drejtave në punë në Shqipëri është vërtet katastrofë, vazhdon të jetë katastrofë. A do të bëhet me orë pune pagesa, me fjalë të vihet një, si po themi, pa fuskoton 5 euro, po themi ora punës. Pra do të vihet me orë pune, pa tjetë shumë me një pagë mujore të përgjithshme. A do ishte më mirë, sigur e kemi ne këtu në Perëndim, me fjalë me orë pune, paguash, pa të vihet ligj. E kuptoj. Tani këtu ka ky është një debat edhe i natyrës ekonomike, sociologjike, nëse puna paguhet me orë, nëse puna paguhet me copë, si ka qenë dikur pra me produkt, apo nëse paga është, ku diun, e plot për... Ky është një debat vërtet kompleks edhe përgjigja do të duhet ndryshonte nga sektori në sektor. Patjetër. Gjithsesi, ajo që duhet ndodh për mendimin tim është që se praktikisht komponenti orëve të punës është përcaktues edhe sot, se 40 orë është java e punës normale, edhe sipas ligjit pak në Shqipëri, çdo orë mbi orën normale e punës duhet paguhet edhe më shumë në përqindje. Mirë, ajo që na duhet ne është që e para një ligjit i kemi t'i zbatojmë, e dyta t'i përmirësojmë, duke i parë me përparësi drejtat e punëtorëve, se unë mendoj që puna është faktori kryesor ekonomik. Puna e njeriut, puna fizike dhe mendore e njeriut është faktori përcaktues ekonomik. Edhe Shqipëria po vuan vitet e fundit pikërisht nga keqtrajtimi i punës dhe emigrimi i punës, i forcës punëtore. Sepse të drejtat në punë janë në përkëmbur, jo vetëm le të themi në mënyrën më të dëmshme për punëtorët, po edhe për vetë ekonominë. Patjetër. Kështu që na duhet zbatimi dhe përmirësimi i ligjeve, dhe pastaj sigurisht që na duhet edhe të bëjmë një debat mbi mënyrat se si mund ta nxisim, ta rrisim produktivitetin e punës, të rrisim të drejtat në punë, të rrisim pse jo vetëm edhe cilësinë e punës, edhe po themi përmirësojmë kushtet e punës në mënyrë që punëtori të jetë vërtet të jetë kushte që të jap më të mirën, edhe të mos ndihet i shtypur, të mos ndihet i tjetërsuar në vend e punës, po ta shoh punën edhe si vetë përmbushje. Patjetër. Më vjen një pyetje shumë interesante, thotë përshëndetje Leonard, me fjalë respekte për misionin, përshëndetje për zotin Alin, respekte pafund. Thotë unë jam një gocë e re, thotë që jam aktiviste këmbë kokë e Partisë Demokratike, Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Thotë kemi zhgënjime të pafundme, por doja të dija, thotë Lëvizja Bashk, ka forum rinor? Pyetje më të thjeshtë dhe më drejt për drejt Alin se di. Lëvizja Bashk ka shumë të rinj. Po Lëvizja Bashk nuk ka as forum rinor, as forume të tjera, sepse ne nuk duam t'i ndajmë antarët tanë. Te ne të rinjt janë pjesë përbërëse, janë pjesë e organeve drejtuese të partisë. Do të thënë, në struktura drejtuese të partisë kemi të rinj që janë edhe më pak se 30 vjeç. Vetë mosha mesatare e Lëvizjes Bashk është, besoj, partia më e re në Shqipëri, në kuptimin e moshës mesatare. Unë, kryetari i partisë, jam 44 vjeç dhe jam nga më të vjetrit në partinë tonë. Në këtë sens, ne nuk kemi forumet posaçme rinore, por ama ne kemi, përveç se kemi shumë të rinj si aktivistë edhe në organet drejtuese të Lëvizjes Bashk, ne pastaj kemi edhe një ndarje pune të brendshme, ku ka vërtet një grup shumë të mirë aktivistësh që punon me të rinjt, që përpiqet të ndërgjegjësojë të rinjt për drejtat e tyre, t'i angazhojë
politikisht të ketë diskutime apo praktike kështu edukative, flitet për libra, për muzikë, për poezinë, për kinematografinë, sepse ne mendojmë që një parti politike duhet të jetë edhe një hapësirë ku njerëzit vinë edhe pse jo, përmirësohen, shoqërizohen, kulturohen. E pranoni mendimin ndryshe ju Televizës Bashkë? Po, sigurisht që pranoj mendimin ndryshe. Kemi diskutime dhe debate pafund brenda subjektit ton. Sigurisht që publikisht pastaj kur veprojmë atë uniteti që na bashkon të parimeve të idealeve, por brenda nesh në të gjitha instancat, nga mbledhja e bazës së një lagje deri tek Këshilli Koordinues, që është organi më i lartë vendimarrës i Lëvizjes Bashkë, debatet janë të përpitshme, por janë në frymën e pozitivitetit, janë në frymën e përmirësimit të punës, domethënë nuk janë në këtë frymën e inateve personale, e karrierizmit e poshtërimit tjetrit, po janë tamam debatet forta, po debatet njerëzve që kanë një qëllim. Dhe prandaj janë debatet shëndetshme dhe debatet që na çojnë përpara. Kam dy pyetje nga Madiana Nuredini, biles më thotë që ta lexoj me emër dhe me mbiemër. Nga Madiana Nuredini është antare e Këshillit të Komunës në Padova, një partie politike atje, është dhe konsulente juridike në Padova. Dhe thotë, kush është mendimi i ftesës së Trumpit ndaj Ramës që lexuam sot mbasdite? Thotë, të lutem thotë Leonard, thotë ma pyet zotin Qori, thotë, dhe në Itali ka strukturë Televizjes Bashkë dhe respekte pafund, thotë nga unë Madiana për Alindin. Unë tani duhet të informohem më shumë. Kam lexuar vetëm reagimin e Ramës, nuk është se i besoj shumë. Unë pash thjesht, më bëri përshtypje, se unë pash thjesht shkrim, por jo foton e ftesës apo diçka, thjesht atë tekstin. Është shumë herët që unë të kem një reagim, sepse nuk kam lexuar diçka origjinale, që thotë, pasi të kem diçka origjinale mund edhe ta komentoj. Rama është manipulator i suksesshëm publik, edhe shpesh herë arrin ta bëj qimen tra apo tra unë qimen në varësi të interesave të veta. Që duhet presim edhe pastaj do japi koment. Për sa i përket organizimit ton, ne në fakt kemi para njerë jemi të mirë organizuar në diasporë. 1% e konsiderueshme e antarëve të Lëvizjes Bashkë vjen nga diaspora. Antari i fundit që është bërë në Lëvizjen Bashkë është bërë para rreth një ore, se ma çon dikush si informacion, edhe është bërë nga diaspora. Antari i fundit i Lëvizjes Bashkë ka plotësuar formularin e antarësimit përpara një ore, është një djalë nga diaspora. Ne në Itali tani, përveç se jemi të mirë organizuar në diasporë, në Itali kemi bazën më të fortë dhe më të mirë organizuar të Lëvizjes Bashkë. Kemi shumë antarë që kanë ndërtuar një rrjet shumë të mirë komunikimi mes tyre, jo vetëm komunikojnë online dhe organizojnë online, po edhe takohen fizikisht her pas here me njëri tjetrin. Atje kanë zhvilluar disa protesta në sinkron me protestat e Lëvizjes Bashkë në Tiranë. Ata protestojnë një herë në Milano, një herë në një qytet tjetër, po Milano e di që e kanë bërë disa herë, te konsullata shqiptare në Milano. Pra baza jonë e aktivistëve në Itali është vërtet shumë e mirë dhe shumë aktive. Dhe unë do ta ftoja zonjën që e bëri atë pyetje që të na bashkojë në Lëvizjen Bashkë. Formularin e antarësimit e gjeni në faqen e Lëvizjes Bashkë, lëvizjabashk.al, dhe ftoj të gjithë shqiptarët e diasporës, sidomos që na dëgjojnë në këtë emision, që të na bashkohen edhe zyrtarisht në Lëvizjen Bashkë, sepse është, besoj unë, partia e aspiratave të tyre. Është partia e më të mirës që mund ka prodhuar deri më sot politikisht shoqëria shqiptare. Do të gjeni një mjedis solidariteti, njerëz serioz që e duan vendin e tyre, kanë respekt për veten dhe për tjetrin dhe kërkojnë që Shqipëria jonë të bëhet një vend që na e ka ënda ta jetojmë edhe të punojmë në të. I kemi të gjitha potencialet, pse të mos e transformojmë vendin ton sipas modelit të aspiratave tonë. Patjetër. Shiko, më vjen një
pyetje disi komplekse, por besoj që do më kuptosh dhe do zbërthesh. Thot, unë jetoj në Gjermani, thot, dhe do doja, thot, lëvizja bashk, duke patur parasysh që Gjermania është në disa republika dhe ka patur mundësi që të organizohet lëvizja bashk në Gjermani dhe nëse po, në cilën republik, dhe a mendon lëvizja bashk, pra dhe zoti Arlin, që paktën në Gjermani të ketë tip federate televizjes bashk, ku të jenë degët e të gjitha republikave të Gjermanisë, të kenë komunikim, kontakt dhe të shtohet sa më shumë produkti i votës. Dhe në cilat shtete, thot, është lëvizja bashk, dhe a ekziston mundësia që të bëhet ndonjëherë në një takim i madh në diasporë me gjitha degët dhe ku të ketë mundësi të koordinohen punët, nëse ju thoni për zgjedhjet parakoshme sa gati e keni diasporën. Tani si lëmsh, por ndoshta Lëvizja bashk. Po, e kuptova pyetjen. Okay. Lëvizja bashk është e mirë organizuar edhe në Gjermani, më kemi bazë vërtet mirë edhe në Gjermani, mblidhen edhe fizikisht edhe online antarët tanë të Gjermanisë. Me sa di unë, se me punët organizative në fakt merret më shumë sekretare organizative Mirela Ruko se sa unë, kështu që informacioni që unë mund t'jap është më i përcipët se ajo që mund të jepte Mirela. Unë di që ne jemi të organizuar jo vetëm në bazë shteti në Gjermani, po edhe në bazë të qyteteve më të mëdha ku janë shqiptarët. Pra përveç degës lëvizjes bashkë në Gjermani, ka edhe përgjegjës për qytetet kryesore të Gjermanisë. Mundet që, pse jo, sugjerimi që dha zotëria mund të jetë i vlerëshëm, që mund të ketë edhe një formë organizimi brenda landeve, se Gjermania duke qenë një shtet federal, është i përbërë prej disa landesh. To janë gjithmonë çështje organizative që ne jemi të gatshëm të diskutojmë me antarët, me simpatizantët tanë, dhe gjithashtu do ta ftoja edhe zotërin nga Gjermania që t'i bashkojë lëvizjes bashk. Kushdo që atërsohet lëvizjen bashk, shumë shpejt merr një telefonat nga sekretari jonë organizative dhe pastaj nga përgjegjësi i bazës së shtetit ku jeton dhe integrohet në veprimtarinë tonë. Diaspora, po marr rastin e zgjedhjeve të fundit, diaspora, antarët e lëvizjes bashk diaspor kanë qenë kontribues të jashtëzakonshëm në aktivitete, duke biseduar me njerëz, duke mobilizuar njerëz që të votojnë për lëvizjen bashk. Ka qenë kontribuesi tanë më të rëndësishëm nga panja financiare, që ne kemi bërë fushat, sado modeste me ato pak para që kishin dispozicion nga antarët tanë. Një pjesë e konsiderueshme e kësaj mbështetje financiare ka ardhur nga antarësia dhe mbështetësit tanë në diasporë. Ne diaspora ka përparësi, kemi edhe pjesë e programit tonë qeverisës prek edhe diasporën, si duhet përmirësohen shërbimet konsullore, si duhet hapen shkolla, shqipe, lehtësohet integrimi real i diasporës në jetën ekonomike, sociale dhe politike të Shqipërisë. Ne nuk mund të shohim shqiptarët e diasporës vetëm si dhënës remitancash, por duhet i shohim ashtu siç janë vërtet, duhet i shohim si bashkë kontribues në përmirësimin e gjithë jetës ekonomike dhe shoqërore në Shqipëri. Arlin, më thënë të drejtën, kam patur shumë pyetje dhe pa kam shumë, kryesisht me fjalë për këto shtete të ndryshme, kam pyetje për Greqinë, për Anglinë, dhe në Amerikë kam pyetje me fjalë a ka lëvizje bashkë dhe si mund të organizohesh, apo ku është lëvizja bashkë në Amerikë. Ka në të gjitha shtetet. Pra, të tilla pyetje është shumica, a kupton? Dhe besoj që ju dhat një shpjegim të kësaj. Nuk e di, Alin, ju keni dalë shpesh nëpër media, por ne sot do përpoqem të bëjmë një bashkëbisedim më tepër me dëgjuesin e diasporës se sa me skandalet e Shqipërisë. Pra, normalisht skandalet janë skandale, qeveria është ajo që është, opozita është ajo që është, populli është ky që është që nuk reagon. Pra është bërë një lëmsh, është çfarë është, na ishte çfarë na ishte, që s'po kuptohet gjë, por shpresojmë që ai optimizmi juaj, pse jo, të dalë në sipërfaqe. Unë të falenderoj vërtet shumë Leonard që
më ftove sërish në emisionin tënd. Mirënjohës pafund. Të përgëzoj për diçka që është shumë e rrallë në mediat shqiptare, që është etika dhe serioziteti në komunikim. Të falenderoj vërtet për këtë gjë, se thash kur është kjo gjë duhet ishte normale, në fakt nuk është fare normale në komunikimin publik dhe mediatik në Shqipëri. Kështu që unë u kënaqa shumë nga cilësia e pyetjeve, nga serioziteti, nga vëmendja, edhe nga empatia, që është e nevojshme që bisedat shkojnë mbar, dhe jam dy fish i kënaqur sepse përmes teje pata mundësi që të komunikoj me bashkëqytetarët tanë diasporë, për cilët kam një respekt të jashtëzakonshëm për kontributin e madh që japin për Shqipërinë. Unë e kam thënë disa herë që diaspora është shteti social që na mungon. Pra, ne sot kemi spitale, ne sot kemi pensione reale, domethënë jo ato po themi ajo atë infrastrukturë mjerane që na siguron shteti shqiptar, pikërisht sepse në mungesë shtetit kemi diasporën, kemi njerëzit tanë që na ndihmojnë, por po ashtu edhe për mbështetjen që japin lëvizjes bashkë. Domethënë lëvizja bashkë, po ta marrim si përqindje votuesish, në zgjedhjet e fundit ka pas një rezultat më të mirë në diasporë se në Shqipëri. Jo si numër votash, po si përqindje votash, sigurisht. Si numër votash kemi marrë rezultat më të mirë në Shqipëri se në diasporë, duke pas parasysh që numri votuesve në Shqipëri është shumë herë më i lartë se në diasporë, por si përqindje votash ne kemi dalë më mirë në diasporë se në Shqipëri, dhe kjo tregon se sa afër jemi ne me diasporën dhe sa afër diaspora me. Tani Arend, ju atje në Shqipëri ka media televizore pafund dhe do vetëm të them diçka. Ne jemi një radio që funksionojmë në diasporë dhe është totalisht si thosh pa pronar, pa sponsor, mi fjalë thjesht vullneti dhe dëshira e mirë për të dhënë një mendim apo për të dhënë një zë pa censurë të kujdo që ka nevojë për të folur diçka. Dhe duke të falenderuar që ti pranove ti është në bisedë me ne, do të them diçka që sa herë që do kesh jo nevojë, se s'është mos e po ke nevojë, por që do të shpresh me diasporën dhe diaspora të ketë mundësi të kuptoj diçka ndryshe nga ajo çfarë flitet nëpër mediat në Shqipëri apo çfarë ju atje diskutoni, ne jemi gjithmonë të hapur dhe aq sa të kemi mundësi do përpiqemi që të krijojmë si thosh kohën e mjaftueshme, mënyrën e komunikimit, sepse ne këto mundësi kemi dhe duam të kuptojmë sa më thjesht situatat që janë atje dhe të kuptojmë ato më thjesht problemet që ka diaspora këtu, sepse diaspora vazhdimisht nga politika e madhe në Shqipëri thjesht po shikohet për numra dhe për ato remitancat, por nuk po flet askush për problematika që ka diaspora, për shkollën, për konsullatat, për shumë çka që problema ka, sepse vinë në diasporë dhe flitet për rrugët e Shqipërisë, flitet për dritat e Shqipërisë, okay, plotësisht dakord, por nëse janë më shumë se 1 milion e ca veta në diasporë, i bie që duhet të flitet të ketë programe të qarta edhe për diasporën dhe vitet flitet për diasporën. Kështu që t'jam mirënjohës pafund dhe shpresoj që do jemi sërish. Me kënaqësinë më të madhe gjithmonë. Shumë faleminderit. Uroj suksese. Natë e mirë. Natën e mirë. Faleminderit. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte biseda me zotin Alin Qori, me kryetarin e Lëvizjes Bashk, me aktivist, sindikalist, ku diun mi fare sepse Alindi nuk është thjesht politikan, sepse si politikan është i ri, por si aktivist është i ka hershëm dhe ka qenë gjithmonë si ai zëri i vetmuar në shkretë të tjerë, ndoshta duke patur parasysh komplet politikën e madhe që është atje në Shqipëri. U përpoqem të bëjmë një bisedë të thjeshtë, të marrim informacione aq sa mundem të duhura, ndoshta sepse komplet emisionin e sotshëm e kam ndërtuar mbi bazën e pyetjeve tuaja që më keni bërë gjatë ditës, pra nuk kanë qenë pyetje që unë kam nxjerr apo që të unë t'ja drejtoj zotit Alin për politikën e madhe në Shqipëri apo të flasim për thjesht për Ramën dhe për Berishën, sepse për këto s'ka media që s'flitet dhe s'ka rrjet social që nuk diskutohet,
po e më përpjek që të nxjerr komplet atë thelbin e të gjitha pyetjeve tuaja gjatë ditës dhe të bëjmë një bisedë të thjeshtë me zotin Alin Qorri. Kështu që sikur na premtoi dhe Alini, mund të jetë edhe në emisionet e tjera, kështu që unë jam të gjithëve mirënjohës për vëmendjen tuaj, për suportin dhe mbështetjen tuaj. U kërkoj ndjes të gjithëve atyre që nuk pata mundësi t'ju lexoj pyetjet apo përshëndetjet tuaja, pra drejtuar zotit Qorri, por shpresoj që kam mirë kuptimin tuaj. Atëherë unë dua t'ju rikujtoj që nesër në orën 13 është ritransmetimi në radio, pra radion e ndiqni përmes platformave Radio Box, TuneIn apo Radio Shqip, si ashtu mund të ndiqni edhe në website zyrtar windowradio.de, po ashtu mund të kërkoni edhe në Google search windowradio.de, pra pra janë disa mundësi. Po ashtu nesër emisioni do jetë edhe në faqen zyrtare të YouTube-it, Horizon Window Radio hapësirë, dhe mjafton që të bëni një subscribe në YouTube dhe aty do ju vinë edhe emisionet e tjera apo dhe njoftimet tona. Kështu që unë do lë takim nesër mbrëma me të ftuar të tjerë, me biseda të tjera. Biseda do jetë fokusuar në diasporë, do jetë fokusuar me të drejtat e migrantëve dhe të punëtorëve, po ashtu edhe me pse jo dhe me politikë për diasporën, pra do jetë një bisedë besoj e këndshme. Kështu që uroj të gjithëve natën e mirë. Falenderoj shumë për mbështetjen dhe suportin tuaj dhe ju përshafoj të gjithë përzemërsisht. Horizon nga Leonard Koja në windowradio.de.